Vëllezër të nderuar xhamatli të pranishëm, jemi në momentet e fundit të këtij muajit. Shumica e këtij muajit sipas llogarisë dhe matematikës kanë kaluar 20 ditë dhe 21 në prag. Mirë po, në matematikën islame dhe sipas ajeteve dhe haditheve të Muhamedit alayhi salatu wassalam, shumica ka mbetur. Pse? Sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam, kur vinin 10 netët e fundit, Muhamedi alayhi salatu wassalam e shpeshtonte adhurimin, jipte natën e gjallëronte me adhurim. Thot Aisha radiallahu anha, kana an-nabi alayhi salatu wassalam fil ashr awakhir sha'da mi'zara wa ayqadha ahla wa ahya layla. Tha Aisha radiallahu anha, u përpiqte pejgamberi alayhi salatu wassalam në adhurim, ju jepte adhurimit derisa e shtërngonte ripin e tij, sikur njeriu kur don që të bën një punë të rëndësishme, i shtërngon tojat e patikave të tij për të vrapu apo për të bërë një punë e cila është shumë e rëndësishme. Sha'dal mi'zara, u largonte nga shtrati, wa ayqadha ahla, dhe i thirrte familjen e tij, i zgjonte nga xhumi dhe e gjallëronte në adhurim 10 netët e fundit. Nuk flente pejgamberi alayhi salatu wassalam, e as familja e tij e gjallëronte me adhurim deri në mëngjes. Jashtë 10 netëve të fundit, 10 netët e para dhe 10 netët e mesme, flente pejgamberi alayhi salatu wassalam, pushonte dhe falte namaz. Mirë po kur vinshin 10 netët e fundit, e gjallëronte në adhurim deri në mëngjes. Po vëllezër të nderuar, pse? Sepse vlera e këtyre 10 netëve nuk krahasohet me një jetë totale të njeriut. Këta 10 netët janë adhurimi që bëhet në të, është sikur të adhuresh Allahun tan, ymrin tan. 10 netët e fundit është shanse e adhurimit tan që të adhuresh Allahun azza wa jall, sikur se me adhuru tan jetën tënde. Po vëllezër të nderuar, Allahu azza wa jall e zbriti një sure e cila e emërtoi me emrin e këtyre netëve të zgjedhta, që tha Allahu azza wa jall, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e kemi zbrit atë në natën e Kadrit. Cëllën e ka zbrit Allahu azza wa jall në natën e Kadrit? E ka zbrit Kur'anin e lartë përmendur. E ka zbrit fjalën e tij shpalljen. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, Allahu azza wa jall te ajetet e agjërimit na tregon se Kur'ani ka zbrit në muajin e Ramazanit. Pastaj e veçon me një sure për të na treguar se ka zbritur Kur'ani në natën e Kadrit. E nata e Kadrit kur është, vëllezër të nderuar? Shumë nga njerëzi e kanë caktuar me natën 27. Mirë po dietarët thonë, sikur që ecin ditët dhe sikur që ec viti dhe Ramazani i ndron stinat e saja, i ndron ka 10 ditë për çdo vjet. Ajo lëvizën brenda viteve, brenda 30 viteve, lëviz një vjet komplet muaj i Ramazanit. Mirë po, ai i cili don ta mbrin këtë natë, e cila është në natët tek. Pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka treguar se nata e Kadrit ka pas raste që ka rënë në natën 21. Ka pas raste që nata e Kadrit ka rënë në natën 23, 25, 27, ka pas raste dhe 29, sepse këto netët janë tek. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, kërkojeni natën e Kadrit në natët, në 10 netët e fundta, të cilat janë tek. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Allahu azza wa jall thot, e kemi zbrit këtë Kur'an në natën e Kadrit. Dietarët kanë thonë, çka e ka për qëllim Kadrin? Allahu azza wa jall e përmend 3 herë Kadr.
inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka me lejletul qadr, lejletul qadri khajru min alfi shahr. Tha kjo natë është më me vlerë dhe më me begati se sa 84 vjet, se sa më tepër se sa 1000 muaj. Pse kadër 3 herë po e përmend Allahu Azza wa Jalla në këtë libër? Dietarët thonë kadër i ka 3 kuptime. Kuptimi i parë, ku Allahu Azza wa Jalla shpjegon në surën Dukhan, thot inna anzalnahu fi lejletil mubarake. Ne kemi zbrit këtë Kur'an në një natë të begatshme. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Në këtë natë përcaktohen shumë çështje nga ana e Zotit. Përcaktohet lindja e ndokujna brenda vitit. Përcaktohet vdekja e ndokujna brenda vitit. Përcaktohet pasuria apo varfëria apo shëndeti apo smundja e një njeriu brenda vitit. Derisa dietarët kanë thënë melekt i marrin regjistrat për 1 vjet dhe i shikojnë në mesin e njerëzve se kush prej tyre do të lind dhe cili prej tyre nuk do ta mbrin natën e Kadrit. I regjistron në natën e Kadrit përcaktimet. Kjo është njëra nga kuptimet. Kuptimi i dytë, el Qadr, kanë thonë prej pozitës, prej vlerës aq të madhe që e ka kjo natë, nuk zaventësohet me krejt vitin natët në ibadet, me bo për çdo natë ibadet. Për çdo natë deri në mëngjes nuk mund t'ja mbrin njeriu shpërblimin e kësaj nate, është si me bo tan imrin tan 84 vjet me bo ibadet. Me t'i dhonë Allahu Azza wa Jall 108 vjet, edhe t'jesh me shëndet, edhe të bëjsh ibadeti 84 vjet, përsëri nuk mund është t'ja arritish. A di pse? Se ne kena nevojë për gjumë, ne kena nevojë për ushqim, ne kena nevojë për punë, angazhimet tona. Qëllimi është 84 vjet, sikur se ti me qenë sejdë 84 vjet. Sikur që ti 84 vjet e ki hap musafin dhe ke lexu 84 vjet pa e mbyll musafin. Sikur ti ki bo lutje dua 84 vjet pa i ul durt. 84 vjet adhurim dhe ibadet. E ka pozitën shumë të madhe. Dhe tjetra, dietarët kanë thënë el Qadr e ka për qëllimin nga ngushtimi, ngushtica. Pse ngushtim? Sepse tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha, në atë natë prishtat të qiell. Melekt atë shumë zbresin si përfaqen e tokës. Dhe me këta melek të shumë zbret dhe shpirti i shenjtë. Gjibrili a.s. me urdhrin e Allahut, thot pejgamberi a.s. tenzilul malaike, zbresin melekt atë natë, adedul hasa ala wajhil ard, zbresin atë sa ka gur dhe guraleca në sipërfaqen e tokës. Sa ka gur në përshkretira, sa ka gur në përkodra, sa ka gur në përdetra, sa ka gur në sipërfaqen e tokës, aq melek zbresin. Na ka tregu pejgamberi alayhis salatu wasalam se është një qabe e melekve Beitul Mahmur, që hin 70.000 melek, bëjnë tavaf, dalin, hin 70.000 tjerë prej kur i ka kriju Allahu Azza wa Jall, ata vazhdimisht nga 70.000 bëjnë tavaf dhe dalin, nuk kthehen dhe nuk harxhohet numri i tyre deri në ditën e Kiametit. Ngushtohet toka. A keni pa ndonjë vend kallaballak ku shakon hax, në Arafat ose në tavaf, skithen ku me gjujt edhe xhelpanën. Aq është ngusht, ngushtohet nga melek që zbresin atë shumë, dhe zbret Gjibrili a.s. i cili zbret vetëm se atë natë. Gjibrili ka zbrit vetëm kur e ka sjell shpallje. Në momentin që ndor shpallja, nuk ka zbrit në tokë ma Gjibrili a.s. dhe zbret në natën e Kadr për shkak shenjtrimit madh kësaj nate, se në këtë natë ka zbrit Kur'ani, ka zbrit fjala Allahut, shpallja Allahut Azza wa Jall. Wa ma adrake me lejletul Qadr, Allah thot, a e dini çka është nata e Kadrit? Po thot nata e Kadrit, pastaj po thot, a e dini çka është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më me vlerë, jo sa 1.000 muj. Ne shpesh kur e bëjnë llogarin,
83 vjet e 4 muaj, 84 vjet, nuk thot Allahu e barabart me 1000 muaj. Është më me vlerë se sa 1000 muaj. Edhe shpërblimet në Ramazan shumë fishon aq shumë sa që nuk ka llogari, nuk regjistrohen. Khairun min alfi shahr tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Ata zbresin me urdhin e Allahut deri kur hatta matla al-fajr salam. Ajo është paq. Ajo natë është natë e qetë. Ajo natë është natë e mëshirës. Ajo natë është natë e faljes. Atë natë Allahu falë robrit e tij. Atë natë Allahu amneston shumë nga robrit e tij. Atë natë Allahu i regjistron regjistrat e banorëve të xhenetit. Atë natë është nata e cila nuk krahasohet me asnjë natë tjetër prej neteve të tjera përveç se natës së Kadrit. Po vëllezër të nderuar, kjo natë është shumë e vlerë dhe duhet që të jepim ibadetit dhe adhurimit. Wallahi, wa billahi është i privuar. Njeriu është i privuar shumë ai besimtar që këto 10 netet e fundit, nëse i kanë hik 20 të kaluara, e këto 10 netet e fundit ai ende rrin para ekranave televizive. Ende mundohet të përcjell serialet. Ende mundohet të përcjell filmat. Ende shkon në përçajtore ta vazhdon dominat, deri në mëngjes, ku e hub vlerën e më tepër se sa 1000 muaj në adhurim, është shanse e ymrit tan me adhuru, e ti i thu, sikur se po don t'i thush Allahu Azza wa Jall, nuk kam nevojë unë për të falë se i kam gjunohat e falta. Unë nuk kam nevojë se e kum përfitu xhenetin, unë e kam garantu xhenetin. Kështu i thot vetit, kështu shihet ai njeri i cili nata e Kadrit që Allahu Azza wa Jall i zbret melekët e tij dhe zbret që ti falë dhe ti mëshirojë dhe ti shpërblejën shumë fish, ata janë të privuar. Për ata tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ki muaj i Ramazanit është muaj i begatshëm. Fihe lejletun, në të është një natë, khairu min alfi shahr, është më me vlerë se sa 1000 muaj. Men hurime khairaha faqad hurime khaira kullaha. Ai që është privu nga mirësia, begatia, dhuntia e kësaj natës, është privu nga mirësitë e tërat jetës vet. Është i privu. Ibn Rajab al-Hanbali ka thonë çish do të më e kalua njëri natën e Kadrit. E ka vlerën e madhe dhe pozitën e madhe, ka thonë me 4 gjona. E para prej saj ka thonë çka? Me fal namazin e natës më sa ka mundsi. Pse? Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, men qama lejletul qadri, kush ngritet dhe falet në natën e Kadrit, imanan wa ihtisaban, me besim, me iman, me bindjen Allahun Azza wa Jall, dhe në shpërblimin e madh që ka ai person i cili falet natën e Kadrit, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, i falen ke gjunahet e kalume. Ai i cili falet në këto 10 netet e fundit. E nëse neve na kishtin thonë këtu në xhami se 10 netet e fundit do të kalon 1 miliarder dhe do ta ketë një çantë full me pare, me ndoshta me milion ose miliarda. Dhe atë që e zatekën xhami kam ja dhonën, mirë po nuk dihet koha dhe momenti. Mirë po ai kishte thonën une, ndoshta kaloj prej namazit akşamit deri në namazin e sabahut. A i kishmi thonë hajsa i ndoshta kalon pak para sabahit, a kishmi thonë ndoshta i kalon qëtër ka taravia, jo po mund me kalu pak më herët shkoj. Ka në zatekin xhami jap çantën edhe heci. Kështu i përngjan shembullit shpërblimit madh në natës e Kadrit. Ka dukush me direqat usos, ka dukush nuk falet hiç. E para me në shpërblimi atë që i madh, sikur na kishte thonë neve se një çantë pare me miliarda i kije në seri, jo me nejt në xhami, me një kam kish me nejt. Deri në sabah, se ta që e more çantën nuk ri puna më. E para me në ti me e mora shpërblimin tanë që do të gjindet që ti bëhesh miliarder dhe milioner në xhenet dhe ngritësh në gradat larta tek Allahu Azza wa Jall. E para kanë thonën me e kalu në qiyamul lejl, me e kalu natën duke fal namaz. E dyta ka thonë duke lexu Kur'an.
Pse? Se në natën e Kadrit ka zbrit Kur'ani. Habitesh kur ndëgjon për dietarët e mëdhtë selefit se çaq shumë kanë lexuar Kur'an derisa edhe unë vetë jam habit. Imam Shafiu rahimahullahu taala thot kur vike Ramazani për çdo natë e bën tek ani hatme. Për çdo natë e bën tek ani hatme. E kur mbrishin thot 10 jetët e fundit çka bënte? I bënte për çdo natë ka 2 hatme. Kjo është për të çudit. Dhe normal që logjika jon nuk ta kap, çish mundet një hatme është zor me e bohe. E ku 2 hatme? Mirë po me kohën moderne mu bo çdo send dhe qartë dhe ato që u çuditsh është nuk çuditme. A di pse? Se kur i shohmi në për durët e tona telefonat, ka njeri që 5 orë mba telefonin dorë, ka njeri 7 orë mba telefonin dorë, ka njeri e mba mbi 10 orë telefonin dorë, e ata ka e kanë mbajt Kur'anin 10 orë në dorë. Edhe kisha thonë çish mundet me mbajt e njeri 10 orë në dorë. Sot kanë ere tu këshir rrjete sociale, tu komentue, tu këshir ku di klipa sen, kanë erë veç kur e shet që durët janë në pije. Durë dush me mbasirat me shtu pak me shkun durë se të janë në pije. Veç kur e shet vetin me hiati në program me këshirati, ndoshta 10 orë kineti prekurje zgju deri sa kira me flejt. Prej një jastik, si ta që shkrim për jastikit telefonin dorë, deri sa ta në shkokën një jastikin tanti telefonin e kin dorë. Wallahi 7 orë, 8 orë, 10 orë, po ndoshta edhe më shumë, e në këtë herë mu hek çudia se qish ato njerëzit kanë bohatme, se sikur ne që e mbajnë asot telefonin dorë, ato e kanë mbajt Kur'anin dorë dhe kanë bo shumë hatme, e kjo nuk është për të habit. E dyta me lexu Kur'an, e treta ka thonë me bo dua. Pse se Allah në ajetet e agjerimit e ka përmenë në lutjen. Ka përmenë ajetet e agjerimit Ramazanit, pastaj ka përmenë një ajet për lutje, pastaj prap ka vazhdu me Ramazan. Pse? Kanë tregu se në Ramazan pranohet lutje, se Allah u thot, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur robrit e mi më lutun në më afër. U gjibu da'wat e da'i dhe dan, i përgjigjëm lutësit, kur ai më lut mua. E ka thonën Aisha radiallahu anha, ja Rasulallah, natën e Kadrit po thëjna vlera shumë e madhe, po çka me bo? Tha ban dua. Tha çfarë duaje të bëj? Tha bën duan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot je falës, e do falën dhe më fal mua. Pse kjo dua? Se me të fal Allahu azza wa jall. Me të fal gjunahet, nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. Dhe mos të harrojmë edhe një dua tjetër, e cila shumë e rëndësishme në këtë natë me bo Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Pse? O Zot na jep mirat në dunjë. Kur të japet mirat, këtë mirat çka ka nevojë njëri në këtë dunjë, me t'i dhënë dunjë të mirat. Dhe me t'i dhënë të mirat e xhenetit, çka ka në xhenet të mira? Dhe me të mbrojt nga zarmi i xhenemit. A ka diçka më me vlerë se kjo? Me shfrytzuar lutje. Dhe tjetra kanë thonë e katërta, nëse njeriu lodhet duke u fal, lodhet duke lexuar Kur'an, pushon, çish pushon po duke bëu dhikr. Që gjuha e ti thotë subhanallah, thotë alhamdulillah, thotë Allahu akbar, thotë la hawla wala quwwata illa billah, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Thotë nëse ban dhikr në ato momente, a e kapi duke lexuar Kur'an, a e kapi duke bëu dhikr, a e kapi duke u fal, thotë këti i shkruhet 84 vjet duke bëu dhikr, 84 vjet duke lexuar Kur'an, 84 vjet duke fal namaz, 84 vjet duke bëu hatme dhe duke marr miliona dhe miliarda shpërblime. E lusim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala të na jap shëndet, të na jap vullnet, të na jap fuqi që t'i mbrim këta 10 netët me adhurim dhe t'i zgjojmë familjarët tonë, që bashkarisht të jemi sikur që na ka tubu Allahu azza wa jall në këtë dunjë, bashkarisht na bashkon në xhenetin e Allahut azza wa jall me pejgambert, me njerëzit e mirë.